edhe draftin e ri të kodit penal, një punë kolosale e një grupi ekspertësh të pavarur në udhëheqjen e drejtorit të shkollës magjistraturës, profesor Arben Rakipit, pasi u reflektuan prej grupit edhe një lumë vërejtjesh të nxjerrë nga konsultimi publik, do ta e kemi ndarë së bashku me ata që thash, me mbështetjen e këtyre ministrive, si dhe të qeverisë së Hollandës, e cila na ka vënë bujarisht në dispozicion një ekspert me shumë përvojë. Prandaj, të qëndrojmë tek fokusi, të përqendrohemi më shumë se asnjëherë tjetër tek punët tona, dhe si përfundim propozoj që marsin dhe nëntorin ne t'i bëjmë 2 muaj të familjes son të madhe socialiste, që të rikthehemi tërësisht aty ku e kemi dhe burimin e fuqisë son, për të hapur një odë të dialogut brendshëm me antarët e me simpatizatët tanë për gjithçka që ne duam të ndajmë me ta dhe për gjithçka ata duan të ndajnë me ne. Faleminderit shumë për durimin. Uroj dhe shpresoj që zgjatja e zakonshme e fjalës të mos ketë sjellë mërzi tek asnjëri prej jush.